Atëherë përshëndetje të gjithëve, duke qenë se Doku pati një ditë mundësinë dhe u mblodh në shtëpi, sepse ditët e fundit kam qenë thuajse gjithkohës në punë dhe arrita që me nusën time të bënim pazar, një kënaqësi shumë e jashtëzakonshme. Besoni apo jo, po për mjekët është e vërtetë, të kesh pak kohë të lirë dhe falenderit Zotit patë mundësi të blija çfarë doja. Dhe dua të ndaj disa gjëra me ju, të cilat mund të duken pak shumë të çuditshme, por që unë i bëj dhe mendoj janë shumë të mira për shëndetin. Dhe për shëndetin e enëve të gjakut, sigurisht se unë me atë merrem. Numri 1 është borziloku. Shumë nuk e dinë, në Shqipëri e kemi kudo, po ky është borziloku që hahet. Është shumë i mirë dhe ne e përdorim shumë në shtëpi. Në fakt, borziloku për lëndët që ka që i japin elasticitetin e gjakut është numri 2. Numri 1 për fat të keq është mishi. Kjo është ironia e fatit e ushqimit, që mishi, një nga gjërat më problematike për të ngrënë, i ka brenda substancat që i japin elasticitetin e enëve të gjakut. Prandaj për fat keq vegetarianët e humbasin elasticitetin e enëve të gjakut dhe vegetarianët pësojnë më shumë hemoragjira cerebrale kur plaken. Atëherë kjo hahet kështu, nuk ka asnjë që mund të përdoret është në pesto genovese, bëhet e shkëlqyer. Çfarë dua t'ju tregoj tjetër? Sigurisht sallatën është mirë mos ta ndash, domatet, antioksidant shumë të fuqishëm, bashkë me specin e kuqe, gjërat të kuqe në përgjithësi i kemi thënë, manaferat, gjithashtu korenët e gjakut, po nuk gjendet gjithmonë dhe ajo që bëj unë këtu në Gjermani, dihet që s'ka gjithmonë, janë fruta të kuqe, fruta pylli të ngrira. Nuk është optimale, por është diçka e mirë. Këto nuk kanë asnjë lloj konservanti, janë thjesht fruta të ngrira. Dhe siç e dim që gjithë këto fruta të kuqe të bëjnë mirë për enët e gjakut. Ajo që doja të veçoja është kurkuma. Kurkuma unë nuk e di ka në Shqipëri apo jo, po ne e përdorim shumë, është një nga antiinflamatorët më të fuqishëm. Do ta bëj tani, domethënë, do ta pres, do ta bëj çaj dhe do i hedh pak gjithashtu limon, mjalt edhe ginger. Dhe të shikojmë çfarë do dalë. Kam ndërmend ta përdor rregullisht. Gjithashtu ajo që doja të ndaja me ju është që këtu kam marrë edhe këtë lëngur që e kam fiksim, e kam bërë dhe video, lëng i Heidelbergëve, si i thanë lëngi boronicave, lëngi boronicës së egër, dhe ky është 100% lëng boronice. Dhe parmigiano, qofse pyesni pse jetojnë gjatë italianët, ka disa çelësa, po ky është njeri. Dhe ajo që është e çuditshme që doja gjithashtu ta ndaja me ju, janë këto që quhen osterikët. Osterikët janë gjedheti, në Shqipëri janë plot, ka me shumicë, por osterikët janë gjithashtu një nga antiinflamatorët më të fuqishëm. Këto me një çik limon, kush e njeh detin, i ka fiksim. Atëherë ju përshëndes të gjithë, këto ishin disa ushqime të cilat janë pak ushqime në thonjza të çuditshme, por që të bëjnë mirë për shëndetin. Kalofshi mirë.